Përshëndetje të gjithëve. Tani do ju bëjmë një shpjegim për korsën e barit të markës Kraft se si montohet. Kjo video është për të gjithë klientët që e marrin korsën e porosisin online dhe e marrin të paketuar në kuti dhe nuk din ta montojnë. Vazhdojmë t'ua shpjegojmë. Kjo korse vjen set në ofertë me të gjitha pajisjet që po shikoni në video. Me maskën, me diskun sharr, kokën e aluminit që vendos fijet, motorin me super cilësi, 52 kubik që del me 2 vite garanci. Qelsat, diskun 3 fletësh, kokën plastike që vendos fijet, ripin që hedh në shpinë, edhe bidonin që përzien benzinën me vajin. Atëre, ju bëjmë një shpjegim të shkutër shpejt për montim. Është për të gjithë klientët që nuk din ta montojnë, që marrin të paketuar në kutit. Korsia ka të gjithë qelsat me vete, që mund ta montoni pa kërkuar asnjë gjë të komshiu. Atëre. Tu kemi vidat edhe qelsat. Kjo korse, si që tham, është e markës Kraft, 52 kubik, prodhim italian, që del me 2 vite garanci. Kemi edhe korset të tjera më të lira, fillojnë nga 60.000 lek, 85.000 lek, 120, varet nga cilësia, por i fituar del ai që merr cilësi të mirë, jo ai që e merr të lirë, që thotë e mora lirë se e kapa me ofertë. Kjo korse për shembull është në një super ofertë, nga 270.000 lek që ka qenë, është 220.000 lek. Është super cilësi, se del me 2 vite garanci. Këtë porosi tani po e bëjmë gati për një klient në Lushnjë, që do ja çojmë të montuar. Por më të shumtët e klientëve e porosisin të paketuar në kutit. Kjo është edhe për shkak të postës, sepse nuk e merr të montuar posta, se ka hallë se mos i dëmtohet rrugës dhe e nisim në kutit. E prandaj po e bëjmë edhe videon për të gjithë klientët që porosisin për herë të parë dhe nuk e kanë shumë idenë domethënë se si mund ta montojnë. Atëherë, korsia u montua. Tani ju shpjegojmë se si montohet disku. Filetat e kokës janë në krah të kundërt. Atëherë, këtu në ansore kemi një vend ku vendosim kaçavidën për të bllokuar kokën që mos të rrotullohet. Vendosim kokën plastike. Është me filetim direkt. Atëherë e heqim.
duhem të vendosim diskun. Kjo pjesa këtu rrethore që ka këtë unazën duhet të qëndroj te korsja që të fleri disku. Duhet të fleri drejt që mos të ketë gjoko, sepse po pati gjoko të jep dridhje. Atëherë e shtrëngojmë edhe kemi në rregull. Siç ju tham pra, heqim këtë, vendosim këtë. Te kjo korse mund të vendosësh çfarë të duash. Edhe kokë me zinxhir. Vendosim të rondelën e trash për të shtrënguar diskun. Vendosim këtë pjesën për të mbrojtur vitën që mos hahet nga dheu. Dhe kjo është. Atëherë, tani ne do I vendosim kokën e aluminit që vendosim fijet. Koka e aluminit është siç e kemi këtë këtu, duhet fleri këtu tek unaza. I vendosim një rondele që të shtrëngohet mirë edhe këtë pjesën me fileta. E fiksojmë këtë mirë. E shtrëngojmë fort që të rrije fiksuar, mos të ketë gjoko. Ashtu dhe. Tani vendosim kokën pjesën tjetër. Në qoftë se duam të ndërrojmë fijet, kemi këtë vidën këtu tani. Nuk kemi për çfarë zbërthejmë të gjithë kokën. Lirojmë këtë këtu, heqim fijet, I vendosim prapë. Në qoftë se fijet janë të trasha, I vendos një fije. Në qoftë se janë më të holla, I vendos 2. Ashtu dhe. Tani është gati për punë. I hedhim edhe pak benzinë. Kemi përzier pak benzinë me vaj, se këto janë motora 2 kosh dhe duan benzinën t'ja përziesh me vajin. Ti hedhësh vaj që të bëhet benzina gjak lepri. Në 1 litër benzinë I hedh 6 tapa vaj. Në gjysmë litri benzinë I hedh 3 tapa vaj. Në 1 litër e gjysmë, në 1 pagure benzinë, I hedh 9 tapa vaj. Atëherë. Këtu nga poshtë karbatorit kemi një pompaçi që I japim disa herë që të karikohet me benzinë. Këtu kemi çelësi që ndezim tek njëshi, kemi dhe stop për të fikur. Këtu është ajri, kur e ndezim në fillim që është e ftohtë, levën e ajrit e ngrem lart, sa të ndizet. Pastaj po u ndez e ulim poshtë. Atëherë ja bëjmë bismillah. E ulim. Tani, vetëm me çelsin e ndezim tek njëshi dhe litarin direkt. Nuk kemi punë me levën e ajrit. Tani, e kemi gati për punë. Si fillimisht që është motori I ri, duhet të shtrohet. E ndes dhe let një sarbator benzinë të harxoj duke ndentur të punojnë në minimo, pa u shtrënguar. Atëherë, vendosim rripin. Rripin e mbledhim sipas trupit, e zvogëlojmë.
e shtrëngojmë, e mbledhim sipas trupit që na nevojitet. Ashtu dhe. Kemi dhe maskën për mbrojtje. Dhe njëherë si njëherë, qelësit e njëshi, letarin. Atëhere, si që tham, për të bërë porosin tuaj dhe për çdo informacion, mund na telefononi në 069 94 64 198 ose ju mirëpresim në thirrje tek dyqani tek Kish Dogana. Për porosi të tjera mund na gjeni në Facebook dhe Instagram dhe në TikTok. Ju falenderojmë dhe ju përshëndesim të gjithëve.